Mbrëmja e kaluar në shtëpinë e Big Brother Albania V5 u karakterizua nga emocione të forta, surpriza dhe momente të paharrueshme për banorët. Atmosfera festive mbizotëroi gjatë gjithë natës teksa banorët festonin festën e beqarisë për Selin dhe Gimbon, dy personazhet që priten të kurrizojnë sonte martesën e tyre në shtëpi, një ceremoni simbolike që është kthyer në një traditë në spektaklin më të djekur të shqiptarëve. Megjithatë, përveç vëmendjes që mori çifti mbrëmjes, një moment tjetër arriti të rrëmbej menjëherë vëmendjen e rrjetit dhe është kthyer në një nga videot më të komentuara. Bëhet fjalë për një moment shumë emocional midis Brikenës dhe Mateos, dy banorë që prej kohësh shihen nga publiku si një dyshe me shumë kimi. Mateo ju ofroi Brikenës me një gest shumë të natyrshëm, i vendosi dorën në shpinë, më pas e përqafoi fort, ndërsa Brikena ju përgjigj përqafimit me të njëjtën ngrohtësi. Ky moment u zhvillua në prani të banorëve të tjerë, të cilët nuk mundën të fshehin reagimet e tyre. Shumë prej tyre filluan të brohorasin dhe të qeshnin, duke u gëzuar për këtë moment që për një çast i bëri të gjithë të besonin se midis dy banorëve mund të ketë lindur diçka më shumë. Edhe publiku i jashtë shtëpisë, sipas komenteve të shumta në rrjetet sociale, kakoi që ishte Brikena dhe Mateo si një çift potencial. Kimia mes tyre është vënë re në shumë momente të spektaklit, qoftë në biseda më së shumti nga Mateo, apo dhe në përditshmërinë e tyre se si e mbështesin njëri tjetrin në situata të ndryshme.